Një ngjarje tragjike ka ndodhur para ditën e sotëm në Durrës. Një 34 vjeçar deklarohet se ka vdekur, ndërsa vajza 31 vjeç u transportua me ambulancë në spitalin e Gjendit të Rëndë. Shërbimet e policisë kufitare pas njoftimit të marrë kanë shkuar me mjet lundrues me një herë në ndihmë të dy shtetaseve që kishin rënë në ujë, duke bërë transportimin e tyre me një portë, me qëllim transportimin drejt spitalit. Nga verifikimet paraprake të ekipit të urgjencës së spitalit, që ishte në pritje në port, rezultoi se njëri prej shtetasëve që lundronin me jet ski, konkretisht shtetasi Sepik O, 34 vjeç, banues në Angli, kishte humbur jetën, ndërsa shtetësja V.B, 31 vjeç, banues në Angli, u transportua me njëherë për në spitalin e Gjendit të Rëndë shëndetësore. Me njëherë është ngritur një grup i posaçëm me timur dhe në ndërtimin e prokurorisë vijon puna për zbardhjen e rrethonave dhe dokumentimit ligjor të rastit.